Katër fotografi italian dhe dursak janë bërë bashkë për të çelur një ekspozit me 40 fotografi bardhëzi në Galerinë e Arteve Pamore me kryefjalë Durrësin. E pagëzuar, fotografia që na bashkon është një qasje ndryshe e qytetit bregdetar duke parë me syrin artistik të bukurën dhe realitetin. Bruno Minopoli dhe Giuseppe Mancino jetojnë në qytetin bregdetar megjithse janë italian. Kjo zgjedhje i ka bërë pjesë të qytetit, duke përcjellë nëpërmjet fotografive të kësaj ekspozite këndvështrimin e tyre për Durrësin antik, që shtrihet buzë e Adriatikut. Unë besoj në Shqipëri prej 4 muajsh dhe është kënaqësi të bashkosh në një të vetme jetesën këtu dhe pasionin tim për fotografinë. Sipas meje, fotografitë dëshmojnë eksaktësisht si është Shqipëria. Mua më pëlqen shumë të fotografoj periferinë, sepse ajo tregon vërtet si është një vend. Qendra është gjithnjë vendi më i sistemuar në çdo qytet të botës. Edhe për dy fotografët e njohur të qytetit, Andan Beci dhe Gërsil Hoxha, kjo ekspozitë përbashkët është një urë lidhse midis dy kulturave të vendeve, që ka përsen kufit jo vetëm nëpërmjet artit. Bashkëpunime shumë interesant, është e disa dhe ekspozitë që është në Durrës, pikërisht në Durrës, në qytetin tim, qytetin tonë. Shumë interesant është dhe këndvështrimi që ata shohin vendin tonë, sidomos qytetin tonë. Kjo është një ekspozitë e cila marrin pjesë dhe artistë huaj nga Italia, domethënë nga pjesë e Europës, po edhe nga Durrësi, një prej tyre jam unë. Sjellim një pjesë të jetës jo vetëm Durrës, por edhe më gjërë nga Shqipëria, disa momente autentike që jo të gjithë i vërejmë i shohim, momente që në jetë përditshme nuk i hasim, por disa po, disa jo. Dhe janë momente shumë domethënë se për të gjithë plot mesazh që përcjellin, domethënë edhe fotot bardhëzi domethënë sjellin më shumë impakt ke njerëzit për të përcjellë të mesazhin që do të transmetojnë. Ekspozita fotografike ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët kanë zbuluar një Durrës ndryshe nëpërmjet fotove që do të vazhdojnë të qëndrojnë të ekspozuara në Galerinë e qytetit bregdetar.